Hoxh mas namazit drekës më njëherë i fali edhe 2 rekat vullnetar. A është mirë apo jo? Zoti ta pranoft namazin e drekës. Kuptojeni gjë. Nafilet, pra namazet vullnetare, falen ose në kohë të caktume, ose s'kan kohë të caktume. Në kohë të caktume janë ato namazet që i ka falë rregullisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çat kohë. Për shembull, sa herë ka hyrë në xhami ka falë ka 2 rekat. Edhe nëse falë gjithë namaz vullnetar sa herë të hyrë në xhami, në rregull. Namazin e duhas mas lindjes diellit gjithë e ka falë. Apo tan. Sa herë ka marrë abdes i ka falë ka 2 rekat namaz. Këto janë namazet vullnetare me kohë. Pastaj janë të namazet vullnetare që s'janë me kohë, por do njeriu me falë një ditë, tjetrën ditë mos me falë. Po me fillu që ta namazet vullnetare që s'kan kohë të caktume, ti mi u bon kohë të caktume dhe me mendu se ja çatër duhet më falë, ja s'ka. Me mendu që gjithë mas namazit drekës pa tjetër duhet mi falë, ke kry drekën, pa tjetër duhet mi falë 2 rekat nafile se ku s'ban, s'mone tash i kum bon tradit. Themi këtu ke kalu tash në gabim, nuk po du me thonë bidat, po du me thonë gabim se i ke bon obligim vetës diçka që s'është obligim. Çfarë themi ne? Përgjigja më e saktë është, domethënë, apo e vetmi e saktë është që masi ta fal drekën, bën ndonjëherë me fal nafile namaz. Pa kurfa arsye, domethënë, thjesht tu ka tek me falo. Ama nëse e bën çdo ditë, e bën sikur vetë të obligim, mendon që pa ta kur çoj s'ban. E këtu i themi ndalës se ke fillu me bën një zakon që s'është pjesë e fesë. Andaj rralloje. Nëse duhet me falë vullnetar pa kufi, falu natën e vëlla. Falu namazën e duhas, falu sartë të ish në xhami, falu sartë me abdes, por jo dhe më thonë në këtë formë. Pra une kuptova me këta mas namazit drekës, dhe më në ke kry farzin, i ke kry 4 rekat sunet drek, pas e ke kry 4 farz, pas e ke kry 2 sunet, e ke kry komplet drekën, pasaj po dënë mi falja 2 vullnetar, themi, mas e ban tradit të rregullt këtë gjë. Zotë që